Miq, përshëndetje. Do të prezantojmë një super apartament 2+1 i cili pozicionohet në zonën e rrotës kuqe. Jemi në një patëri në katin e 9 me ashensor. Apartamenti është totalisht rinovuar, 2 dhoma gjumi, një tualet me dritare dhe një balkon me pamje pjesërisht nga deti. Apartamenti, si tham, është totalisht i investuar. Kemi pjesën e kuzhinës, e cila është tërësisht e kompletuar duke nisë nga frigoriferi, pjesa e planurës, furrës dhe gjithashtu pjesa e lavastoviljes. Tani le të shikojmë pjesën e dhomës ndenjes, e cila organizohet nëpërmjet një divani ndenje, pjesa e minibarit për televizorin dhe tavolina e bukës. Këtu jemi në korridorin e këtij apartamenti, i cili është, siç e shikoni, mjaft i ndryshuar, bën organizimin nëpërmjet dhomave të gjumit. Këtu kemi njërin prej tyre. Tani, korridori sërish organizon pjesën e tualetit me dhomën matrimoniale. Në pjesën hyrëse të tualetit kemi një raft dhe vendin për pjesën e lavatriçes dhe më pas vjen tualeti, i cili është tërësisht i investuar dhe me dritare. Këtu kemi dhomën matrimoniale ose dhomën e çiftit, e cila ka një hapësirë mjaft të boshme, e pajisur me çdo lloj mobilimi me kondicioner dhe prej të cilës kemi dalje në balkon. Një balkon i cili është mjaft i boshëm, ofron një fushë pamje të lirë, siç mund të shikoni, e pa ndërprerë nga pallate apo objekte rreth nesh. Edhe nga ky krah ofron pamje, siç e tham, pjesërisht nga deti. Ky apartament disponon një sipërfaqe totale 92 m2 dhe sipërfaqe neto 78 m2. Çmimi i shitjes do të jetë 145.000 euro. Për të gjithë ju që interesoni për improntë të tillë apo për pronat e ngjashme në këtë zonë, jeni të mirëpritur të na kontaktoni. Ju falenderoj.